Ilceit Hysaj ka qenë një nga protagonistët e natës së të martës në Air Albania pasi arriti numrin e 94 ndeshjeve me fanellën e kombëtares duke vendosur një rekord të ri, një rekord të cilin ja rrëmbeu Lorik Canës, me të cilin mbrojtësi shpreson që së shpejti të shkojë për darkë për të festuar parakalimin, siç tregoi para mediave. Rekord për Hysajin, paraqitje shumë të mira, si ndihet Ilceit Hysaj në këtë kombëtare. Ky është një emocion i rrallë, nuk mund ta tregoj sepse vërtet ndodh rrallë, prandaj dua të shijoj dhe ta vazhdoj këtë emocion deri në nëntor. Deri kur të vinë ndeshjet e tjera me kombëtaren, jam shumë i lumtur. A keni kontaktuar me Canën për rekordin e thyer dhe si u ndjeve nga pritja e tifozëve? Shumë mirë u ndjeva. Me Canën akoma nuk kam komunikuar, kur të kthehem në Rom, pasi aty jeton, besoj do të ham një darkë së bashku. Për tifozët shpresoj që stadiumi të jetë edhe më plot sepse vërtet sot kishte tifoz. I falenderoj që erdhën dhe shpresoj që herët e tjera të ketë dhe më shumë, sepse na duhen. Sa beson të kjo kombëtare për të arritur atë që të gjitha ndërrojmë, botrorin. Të them të vërtetën, unë besoj shumë sepse kemi treguar që mund të luajmë me skuadra të mëdha dhe mund të fitojmë. Duhet vetëm të dimë si të fitojmë dhe të mos na kap ajo euforia sikur fituam në 2 ndeshje dhe eja të shkojmë përpara. 3 fitore dhe 2 barazime. A e përmbush kombëtarja pritshmërinë apo keni ndonjë peng? Jo, të them të vërtetën, nuk kam pengje sepse kemi marrë shumë pa gola. Kjo është një gjë e rëndësishme për një ekip kombëtar që mbrojtja të jetë solide. Pastaj shpresojmë që sulmuesit tanë, disa u zhbllokuan dje, ti kemi gati për në nëntor. Çfarë i mungon kësaj kombëtareje për t'u motivuar njësoj si në sfidën ndaj Serbisë? Nuk i mungon asgjë, besoj, sepse po gjejmë një grup shumë të mirë dhe po gjejmë një frymëzim shumë të bukur. Trajneri ka besim tek ne kemi besim tek trajneri, do të vazhdojmë kështu. Paraqiteni me shiritin e kapitenit, një mesazh për djemt që debutuan sot. Për djemt, unë i kam uruar. Ky është një emocion i rrallë që kanë provuar dhe ata dhe besoj se do t'ju tregojnë vetë emocionet që kanë pasur.